Dashur qytetar, dëgjoni, sidomos ju pensionistat jenë fund. Në mandatin e 4 ne do ju bëjmë pensionet 24 orë dhe ujin 200 euro. Premtimi i dytë që ju japim gjithë pensionistëve. Kush pensionist bëhet baba në pension, do i ketë rritjen e fëmijës nga Partia Socialiste. Dhe për gjithë ata që nuk bëjnë dot fëmijë, do marrim femra pjellore nga Filipinet dhe burra pjellor nga Tagjikistani, Afganistani, Kazakistani, e gjitha këto andej, dhe popullsia Shqipërisë do shkoj 10 milion banor. Leoni t'ju kujtoj sa i kollajt ishte mandati i parë. Ja. Por ne të kollajt patëm dhe mandat në dytë. Shikoni pa. Kollajt e patëm edhe mandat në tretë. Shikoni sa të kollajt do e kemi mandat në 4.